Falënderimi dhe lavdërimet I takojnë Allahu xhelle xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet me pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm, pejgamberët e Allahut kanë patur mision fisnik. Allahu xhelle xhelaluhu I ka plotësuar ata në çdo aspekt, si nga aspekti shpirtëror, si nga aspekti fizik, si nga aspekte të tjera edhe në mënyrë të veçantë në aspektin moral. Me qëllim që ne t'i marrim model në jetën tonë të përditshme. Prandaj, siç dhe e dini, Allahu xhelle xhelaluhu kur flet për moralin e pejgamberit alayhis salam, ahlakun e tij, thot wa innaka la'ala khuluqin azim. Vërtet ti je në pjedestalin më të lartë të moralit. Pra I përkryer në moral, në sjellje, pra kodi moral për cilin njerëzit kanë nevojë, pra ti je model për ta. Prandaj dhe Allahu xhelle xhelaluhu na ka porosit që ta marrim model, siç thot Allahu në Kur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Le të jetë model për ju shembulltyra e pejgamberit alayhis salam. Andaj të ndershëm vëllezër, gjithsesi që ne duhet të besojmë dhe duhet ta kuptojmë këtë çështje se çdo gjë që e ka promovu pejgamberi alayhis salam si thënie, si veprim dhe pëlqim, është në interesin dhe në dobin tonë. Çdo gjë që ka ardhur, pra që promovohet, ne duhet ta kuptojmë se është interes I joni. Qoftë që jemi thirrë për të vepruar diçka, është në interesin tonë, por edhe nëse jemi thirrë për të larguar nga diçka, është prap interes I joni. Sot me lejen Allahu xhelle xhelaluhu do të flasim në pikat e shkurta për një mesazh profetik që na flet për Muhamedi alayhis salam, për disa kategori të njerëzve, grupe të njerëzve që nuk I don Allahu xhelle xhelaluhu, nuk I don veprimet e tyre. Kështu ka në hadithin e Buhariut radhiyallahu anhu, I cili thot, ka thënë pejgamberi alayhis salam, arba'atun yubghiduhumullahu azza wa jalla. Katër kategori të njerëzve I urrejnë Allahu xhelle xhelalu, nuk I don Allahu xhelle xhelaluhu. El beja do thot shitsi, el halaf, I cili shet mallin duke u betuar, ul faqir el mukhtal, I varfëri mendje madh, o shekhu zani, I treti është I moshuari ose plaku imoral, dhe I fundit wal imamul jair, udhëheci I cili është I padrejt. Pra në këtë hadith kanë ardhur katër grupe të njerëzve, të cilët me veprimet e tyre, pra Allahu xhelle xhelalu I urrejnë për shkak të çastjes së tyre ndaj mirësive që Allahu u ka dhënë atyre. Në radhë parë të ndershëm vëllezër, momentin që kuptojmë që diçka nuk don Allahu xhelle xhelaluhu, ne duhet jemi të vëmendshëm që të qëndrojmë sa më larg atyre veprimeve, sepse nuk I don Allahu xhelle xhelalu. I pari që ka ardhur është el beja, ai që shet bën tregti, por është betues, el beja ul halaf. Betohet të e shit mallin e tij, bën be duke e shit mallin, kapitalin e tij. Dietarët Islam thonë që parimisht ky veprim është I urryer dhe nuk lejohet. Mirë po I shtohet ndalesa këtij veprimi, pra kur tregtari e shet kapitalin, mallin, duke bë be, duke u betu, nëse e kamuflon mallin, ose ka për qëllim me mshef dobësitë e mallit, ose mangësitë e mallit, kjo pastaj kalon në gënjeshtër dhe në mashtrim. Pra, tregtari I cili e shet një mall, një kapital, madje edhe nëse I sigurt në te, nuk bën. Po nëse ka për qëllim me msheft metat, pra kalon pastaj në ndalesa të tjera, pra në gënjeshtër edhe në mashtrim. Ka ardhur një hadith tjetër të saktë që është nxjerrë në dy koleksionet e sakta, ku pejgamberi alayhis salam ka thënë betimi kryen punë në shitjen e mallit, mirë po e humb fitimin. Dhe dietarët Islam ka thënë që pra një mall I cili shitet duke be, duke u betu, e humb bereqetin, begatin e kapitalit, edhe të shpërblimit, edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Prandaj të ndershëm vëllezër, pra duhet të qëndrojmë larg këtij fenomeni që fatkeqësisht është pjesë e tregtisë në shumë vende dhe tek shumë njerëz,
Kur e shesin kapitalin, mallin e tyre, e shesin duke u betu. Pra, duhet me menjanu këtë dukuri negative, sepse Allahu nuk e dën atë person. I dyti është el fekir, el muhtal, i varfri mendje madh. Mendje madhësia të ndershëm vëllezër, siç dhe e dini, është për mëkateve të mëdha. Allahu xhelle xhelalu nuk e dën mendje madhin. Madje mendje madhi rrezikon pozitën tek Allahu xhelle xhelalu, siç ka në hadithin e saktë. Nuk ka me hy në xhenet mendje madhi. O fjala nuk ka me hy prej të parëve. Nuk ka me hy prej grupeve të para në xhenet. Për ndryshe do të hyn pasi që ose ta amniston Allahu ose të merr dënimin për këtë vepër. Por që është i privuar. Mirë po urtësia që ndron dietarët islam thonë, pse është specifikuar këtë thënie që Allahu nuk i dën këta njerëz, pra i varfëri mendje madh. Sepse dietarët islam thonë, parimisht atyre që Allahu ju ka dhënë kapital dhe e shpërdorin, kalojnë mendje madhësi. Atyre që Allahu ju ka dhënë autoritet dhe e shpërdorin, kalojnë mendje madhësi. Ata që kanë pozita, e shpërdorin, kanë lojnë mendje madhësi, po i varfëri për çka me kalu mendje madhësi. I bie që mbrenësia e tij është e rrezikshme. Prandaj pra duhet me rregullu mbrenësinë. Ani pse? Për të gjitha kategoritë, të gjithë duhet mu largu nga mendje madhësia, por është i specifikun këtu, por i varfëri, sepse flitet pra për mbrenësin, anën e bindjes. Pastaj është folur për kategorinë e tretë e Sheikh Zani. Plaku i moshuari imoral, i pamoralshëm, i cili bën amoralitet. Amoraliteti ose prostitucioni ose zinaja të ndershëm vëllezër, Zoti na ruaj të shpejmë mëkateve të mëdha, është prej gjunaheve të mëdha, e që kanë ardhur argumente të shumta për ndalimin e prostitucionit, edhe në Kur'an, edhe në Sunet, mjafton hadithi pejgamberit alayhis salam që personi i cili bën amoralitet i nxirret imani. Dhe imani i tij qëndron sikurse reja mbi kokën e tij. Nëse pendohet i kthehet imani. Pra, është prej gjunave të mëdha dhe të rrezikshme. Por shtrohet pyetja, pse është specifikuar i moshuari imoral? Për fakti thonë dietarët islam se i moshuari e ka humbur forcën. I moshuari është në prag të vdekjes. I moshuari në vend që të përgatitet për ahiret, ju ka qas një gjunahit shumë të rrezikshëm. Kjo prapë thonë dietarët islam jep me kuptu për rrezikun e brendshëm të tij, bindjen e keqe të tij. Prandaj kërkohet të ndershëm vëllezër pra kujdesin dhe pendimin tek Allahu xhelle xhelalu. Dhe kategoria e katërt që kanë në këtë hadith që i urrejnë Allahu xhelle xhelaluhu është udhëheci i padrejtë. Që i bie se është shpërfillës me popullin ose ata që ja kanë besu udhëheqjen i keq përdor. Fjala është për udhëhecin e muslimanëve kudo dhe në çfarëdo kohë që është. Prandaj mesazhi shkon për të gjithë ata që kanë kompetenca, duhet të jenë të kujdesshëm me përgjegjësi që i kanë marrë, sepse çdo kompetencë, çdo post është me përgjegjësi para Allahut xhelle xhelalu. Në momentin që populli ta beson autoritetin e një posti, është përgjegjësi para Zotit të Madhreshëm. Allahu na ruaj nga ata që Allahu nuk i don, Allahu na bëft shembull, pra që të jemi të mirë edhe në tregti, të jemi të kujdesshëm edhe me pasurinë që Allahu na jep, të jemi të përgjegjshëm me shëndetin tonë, të jemi larg mëkateve dhe të jemi të kujdesshëm me përgjegjësitë që kemi. E them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetvete dhe për ju, kërkoj dhe i fali sepse Allah është falësim. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, në pjesën e dytë të kësaj hutbe do t'i përcjelli dy mesazhe. Njëra e para, mesazhi i parë përcjelli mesazhin e Bashkisë Islame, praktikisht shqetësimin e Bashkisë Islame në Kosovë, lidhur me rastin e personit i cili duke keq përdor autoritetin fetar të flasë në emën të fesë dhe të bëj përçarje në popull dhe duke denoncuar rastin e personit të dyshuar për spionazh në Kosovë që tani autoritetet po mirën me te, pra Bashkia Islame e kundërshton, edhe ne si hoxhallar e kundërshtojmë këtë rast, për i cili shpërdor interesat e vendit dhe të popullit për të shërbyer për shtetit të Serbisë, pra të qoftë nga aspekti i spionazhës në favor për interesa fetare ose për interesa të tjera. Bashkia Islame pra e dënon këtë rast
Nikosisht tërheq vërejtjen për bashkësia islame, që t'jemi të kujdesshëm, sidomos në marrje të fesë, nga kush po e marrim fen, kujdes për rrjeteve sociale, kujdes personave që nuk janë të autorizuar të flasin për fe, dhe në anën tjetër ju bojmë dije se feja islame pra është fe e paqes, e tolerancës, promovon vlera në interes të individit, të shoqërisë, të vendit. Feja islame pra jo tani, por me ekzistencën e saj në këtë vend i ka mbrojt interesat e këtij vendi dhe të këtij populli në çdo kohë. Prandaj dhe do t'i mbron dhe qëndron larg atyre tendencave të personave të cilët mundohen t'i keqpërdorin vlerat dhe interesat e këtij vendi dhe të kësaj shoqërie. Dhe mesazhi i dytë, ndershëm vëllezër, shfrytëzoj rastin që njëkohësisht jemi mirënjohës ndaj Bashkisë Islame për organizimet që i ka bërë me theks të veçantë ditëve në vijim. Kemi të bëjmë me panajirin e kulturës, i cili po qëndron që disa ditë, pra panajiri i kulturës arabe, i ashtu quajtur Urat, që disa ditë që qëndron këtu në Prishtinë. Pastaj organizimi i garave ndërkombëtare të Kuranit, i cili ka filluar dje dhe do të zgjatë deri të dielën, dhe e treta qëndrimi i një prej imamave të Çabës në Kosovë, e që do ta kemi rastin inshallah sonte ta kemi këtu në xhamin tonë për namaz të Yacis. Prandaj pra ftoheni që të merrni pjesë inshallah në namazin e Yacis. Është nder, është kënaqësi e veçantë që të jetë të na përim për namazin e Yacis një prej imamave të Çabës, njëkohësisht për namaz të akşamit do të jetë në xhamin e Matit. Pra edhe një falënderim i veçantë për Bashkinë Islame për organizimin e të gjitha këtyre organizimeve. Po ashtu lutim Allahun xhele xhelaluhu që çon Allahu xhele xhelaluhu mbarësi dhe mirësi në këto organizime. Lutim Allahun xhele xhelaluhu për pranim të veprave, për vetvete, për ju. Lutim Allahun që ta mbrojë vendin ton, shoqërinë ton, popullin ton nga çdo e keqe dhe nga çdo veprim dashakeqës i kujt do të qoftë. Lutim Allahun xhele xhelaluhu që t'i ruaj muslimanët ka do që t'janë.